Në pësirën e telefonatave, mirëmëngjes, por gjithë ata që në bashkojnë këto momente, gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme, e mërkur, 22 korrik, 2026. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Mirëmëngjes, zotëri. Zotëri, e nisë mirë? Në gjo. Urdhro. Edhe unë desha të flas pak për atë protestën që po zhvillojmë atje. Për çfarë të keni dëshirë juve, zotëri, vetëm të lutemi korrekt etikisht dhe jepi drejtim. Faleminderit, që ç'është ju ka njerëz se ka kohë që ju kërkoj. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne. Na thuaj të lutem. Po. Në gjo, tashti unë habitem me këto të PD-s, se si ka mundësi që ne të gjithë bërtasim atje Romanburg, Berishamburg, ai Berisha del e thot jo, unë janë, domthon, ato janë të mitë, unë jam me ato janë me mua, ku diu se çfarë. Kjo më çudit mua, tash ne e njohim mirë tani Berishën kush është. Populli shqiptar, unë kam bajak një farmosh, edhe e njoh mirë, e njoh edhe Berishën, edhe Ramën, e njohim se na i kena pas këtu, tash nuk ka nevojë që na bëjnë to. Ato të ditë duhet marrin opingat e të largohet për kësaj pune, se nuk janë populli, nuk i donë këto, i urren, me një fjalë ato i urren populli, duhet të largohen. Të kuptova. Edhe me ato trit që i ka PD, ato derisa t'jenë na përbrek Sali Berishës, ata nuk bëjnë asë një lek nuk bëjnë. Me bedin Klisqe, me Qajan, do tjerë që dalin rrinë ati o kolla Sali Berishës. Heko ndaju, dilën vetje, dilën fitos zgjedhjet. Je demokrati mirë, ke marru dhe shkollën, duket se ka marru ka Amerikas, ka marru shkollën, zotëria. Po dilë vetëm që duhet me Berishën ti, dilë vetëm, se ati ka marru ora, ka vdek, i ka vdek, politikisht e ka marrë rrugën do të iko tash, bollma e kena dëru. Shnetin. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën. Respekte. Gjithë mira dhe juve, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Yes. Tashi, zotëri, ne bashkë e mbyllim. Pse ta mbyllim? Ne mbyllim sepse nuk ditë komunikosh dhe ke ofenduar herën e fundit. Presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Ore, bëj qudima dhe zonjën me fjallë që thatë, mos ofendojnë, mos bojnë e janë, e kënemi fjallë qeveritare dhe këto. O zonjë, ne po na ofendojnë për titi, theme sajtë. Nuk e dje si duket ajo ofendimi që i boni Blendi Gonxha dhe kryeministri. Mastaj ne nuk ofendojmë qytetarët e neshëm, ose punëtorët, ose ato zyrtare që i punojnë me drejt këtij shteti, që janë të pastër. Ne ofendojmë hajdutët, që na kanë grabit pronat, që na kanë grabit lekun, që po na grabisin çdo gjë sot e kësaj dite, i thema se zonës, me qoftë se ti e pal me hajdutët, e ke gabim. E ke shumë gabim, jo gabim. Nuk e di para sa na 2 ditëve doli i Tiranës në TikTok me fjalë një shofer taksie, balloj, jo si Tirana si jo, mëna, kupton, po mi ka musit me lotare. Kishte marrë një plak të e quk ne nga fshatat e Tiranës, ishte thonë sa po taksia 17.000 lekë. Që shkua dhe kështë padje, kur e kështë ullë ke shpia, me tartë keshta. 2 kalamoj të ongër buk tha, fillova i musha sytë me lotë, i mora 10.000 lekë vetëm sa napë që arë gjuta. Ja lash 7.000 lekë që higa, edhe jo më po pishmon si qemi, tha që ja mora ato 10.000 lekë. Që atë dite e lash punën, tha. Ta shikë që nuk që punë. E lash taksi gjitha, edhe po fliste për pensionet. Janë tulta, janë këte. Po pse më duhet me bone e më vla, për hirtë partijës me fjallë, kupton? Të bëjmi myllim syt e të majmë partinë. Po që dume, këto parti ka 36 vjetë, të dyëmën, të gjitha këto që jamë. Këtë gjitha këto parti. Këtë gjitha vetëm për vjetë. Edhe si thuti, mos i dëmë, në këto i thema saj zonjës. Mos shkret prona ke i zoti i thema saj zonjës. Ose mos në jenë pensionet, se ka qefa e zonja me fjallë, me majtë partinë. Edhe pensionet mos të rejmë. Si puna sajtë berat. Mos mos u zili se të hajmë parë ne, po që shata e zedhe. Jonë të rezi të njënës, apo nuk jonë të rezi. Ne po në shaki kryeministër, se sonë i farë burri, se tjetë burë, po i thena që, po kjo është burë, si i thonë ata me fjalla, më utalë me këtë hajdut, krye hajdut. Mirë, zotëri, e mbyllim, të falenderoj për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio.
Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, si, mirë. Mirë, faleminderit. Urdhro, na thuaj. Tani, kam i përpëmëtus me këto të makinave, me taksat e makinat sa më të vjetra të hyt, më taksa më shumë. Si është kjo punë kështu, dhe... E kuptoj, makina... Karolinja, besoj me zotrin. Presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, zotrin, ndërkohë para folësin të komunikoj dhe njëherë. Po, zotri, urdhëro. Në gjë, mërë po, a zhvide problemi u që rrinet dhe përpara, po bëni ata prej të spopli që një dikur. Po, zotri, aq shumë probleme ka këtu, sa që të gjitha nuk zgjidhen dot. Por ne mundohemi që t'i reduktojmë. Ti e trego vetëm si thu si s'ka probleme, ke këtë. Ore, zotri, problemet s'po i zgjidhet ata që po votohen, kanë, sa kanë, 30 vjet, 35 vjet e nuk po zgjidhin gjë. Ne tash i përpiqemi që t'i vëmë ata para përgjegjësisë. Kaq mund bëjmë ne, ç'a të bëjmë? Ti pritje popullit. Po pritje popullit, po. Më ndaj. Faleminderit. 3 herë ke bërë këtë pyetje, zotri, nuk e di ç'a përgjigje pret, por gjithsesi, unë një njëjtën përgjigje mund t'jap, sepse këtë përgjigje kam. Presim i tjetër telefonat, mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje ato protestuesit, ato heroj të kombit shqiptar dhe mos heqin dorë nga protesta deri largimin e kësaj qeverie, largimin e kësaj bande se kjo qeveri nuk është po është. Ka ikur dhe zotria, mirë presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. O, mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. E përshëndes protestën, i përshëndes gjithë protestuesit. Ajo protest është gjithë kulturë, gjithë advetarizëm, por thirrja është sjevat, vetëm Shqipëri të re. Shqipëria është e mirë bolle, vjetër e re është shumë e mirë Shqipëria. Por ka nevojë për drejtësi. Ka nevojë që gjitha maskaralliqet, gjitha krimet, gjitha vjedhjet, gjitha shkatrimet që janë bërë për 35 vjet, duhet një drejtësi e mirëfillt që të kërkoje ligjet mirëfillta që të mos të ketë të kalime kohe, mos merret parasysh mosha. Gjithë drejtuesit që kanë bërë krime, gjithë drejtuesit që kanë bërë abuzime, duhet që drejtësia të kërkoje ligje dhe shfuqizime ligjesh në mënyrë që ata të japin llogarinë që gjithë Po para kjo është ideja e drejtësisë. Shqipërisë së re, pra, zotri. Nuk është më e re në mosh, nuk e kanë kuptimin e moshës së re që duhet Edhe profesor. unë e kuptoj atë, Shqipëria ka nevojë për reprezarje ligjore. Shqipëria ka nevojë për reprezarje ligjore. Janë bon shkatrimet jashtëzakonshme. Nuk mund të shkelet mbi gjakun e mbi 25.000 jetë njerëzish pana sulmua si fuqi e huja. Nuk mund të harrohen mbi 500 fabrika uzina. Nuk mund të harrohen maskaralliqet që nuk ja vlen një përmend më. Ja vlen për t'i denu. Kjo është e tmerrshme. Kuptova, zotri, faleminderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotri. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhro. Unë desha të flas pak për protestën. Patjetër, urdhro, zotri. Protesta me fjalë, unë me fjalë, ja them kështu me fjalë me nimin. Po. Çdo person
çdo person e merr edukatën rast parë nga prindi, rast dy nga varfërisë e prindit, rast tre nga shoqëria, pastaj nga shkolla. Çfarë bëjnë ato të protestës? Si thonë ato fjalë negative? Fjalë negative? Fjalë negative, ditën e parë, 2/3 nga thonë fjalë negative kanë sharë kryeministrin e Shqipërisë. Kanë sharë kryeministrin e Shqipërisë? Po, mirë po keq, nuk do të përgjigje nga ju. Mirë po keq është kryeministri i Shqipërisë e ka zgjedhur nga populli. Po e kanë sharë ata? A e majnë mend këto zotëri si ka qenë para 2013, si ka qenë Shqipëria? Ju e mani mend, nuk e man. Si ka pas qenë bo... Unë, zotëri, mbaj mend vetëm unë në 2013 kam qenë 17-18 vjeç, do më unë jam rritur si majore. E u bo fiqin e sa u bo. Faleminderit. Vetëm në një pushtet, zotëri. Si ka qenë sheshi Tiranës. Vetëm me këta. Si ka qenë sheshi Tiranës pyll. Si ka qenë sheshi Tiranës, si ka lojnë makina për midis sheshi Tiranës. Si ka qenë lana. Si ka qenë mush komplet. Po tjetë pyll është më mirë se njerëzit ku të gjenë pyllin. Kush e bon, kush ka qenë? Kush ka qenë kryetar bashkie? A e dini ju këto? Ti ka qenë. Po kush e realizojnë në qalë Shqipërinë si o qëtësu? Ty e ka qëtësu. Po shkoj Shqipët, si o bo Tirana sot, si ka qenë, si o bo. Ashtu, ke qef me dalë në Tiranë, në sheshen e Tiranës, Skënderbej. Ke qef një fjallë... Mirë, qef është me dalë në Tiranë, po duhet dalësh pas orës 7, zotëri, se bje... Në sheshen e Tiranës, që parkingu ka. Parkingu është jashtëzakonshëm, unë kam parë njerëz që bëjnë piknik poshtë e parkingu. Ju nuk e keni me qef. Po. Edhe Jortaku ju nuk e ka me qef. Kam parë njerëz që shkojnë te parkingu poshtë aty, zotëri, edhe bëjnë piknik. Edhe me fëmijë që lozin fëmijët poshtë e parkingu. Shqipëria, ky person, ky kryeministër, nuk, jo se ka qef me një vetë, po e do populli, edhe pikë maro radhës tjetër, ku të vinë prapë votimet, që ty nuk e lëqore. Ku të na qënë mandatet tonaj? Ja, e lëqoj mandatet në një ati kemi dhënë votën, unë e këmë dhënë votën. Se besoj të kesh dhënë votën, ti jo. Atë kujtojt kërë i dojtë mandatet Partia Demokratike, e jo rejti popullin që i dha mandatet, e rejti popullin e vetë, po këta u rejtë këj popullin, nuk e loj gjallon, unë nuk e loj, me më bëgët shkelje muaj, që dënohat me kod penal, nuk hishet mandatet, si a ka dhonë popullin shqiptarë. Një fjallë. Këto si ngrihen, këto në të ngrihen sa den, për fjallë negative si ka thonë të, edhe qatë gjesti kanë bon. A bëjt e gjest aty mi ka të fjallë se për e shenë. O mësu me bus me Enverhoxhës ta, një brëndës, për nuk ka Enverhoxha një fjallë brëndën e shenë, për sa që e gjallë nuk ja tha kush i gjimë Slavi. I gjimë Slavi nuk ja tha kush, Enverhoxhës. Dhe ato e përdojë, mos i rritë që duhet përdojë. Edhe unë i kom rafduar, apo e du, apo se du, i kom rafduar me të pra, për kja është pra. Për atë rrirë rahat popli, shofë punën e vetë, tërkimin e vetë, mandatin e Lirama, për ja thëmë mandatin e Lirama ka përdacu deri në punë, se nuk e lje popli që i ka dhënë votën. Faleminderit që ndëgjove. Faleminderit ju zotëri për telefonatën. Dhe për stafin tuaj. Gjithë mirë dhe juve. Falas të gjithë gazetarët. Faleminderit dhe bëjtë fala unë. Pa merak. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. E mështeti plotësisht këtë parafolësin që poli. Sa mënja ka 100% realitetin. Po. Se jona që janë konë, para 2013, janë katastrofike. E pa imaginuar dhe se kanë nëllë mështetin shqiptarë shqyë në kohën e lirëve e deri në sëtë. Më shkatrua 560 fabrika, uzina, kombinate, e nate eksploatacion. A kone arë forcat e mërkomtare të huaja me vlohë pashe stabilitet në Shqipni, që ka paspor Shqipnia luft civile, e gërgjesit, prap, e pa imaginu. Po që kishë bëjë dira ma këtë, qa kishin bëjë këta? Te kishin hangër gjallë, kishin si në herë, kishë bëjë të gjana. Kurse pra të nuk folin hisë ta protestuosit, vesrin heshtje, e përmendën dojë fjallë, sa me thonë, sa me qitë një syve njerëzët. Se këta nuk e kanë përtjetë dhe të kanë. Por zotëri ata janë kundra të gjithëve, mërë zotëri, qa thua tani? Si, duhet t'i ndajnë që 50% duhet t'jenë balancë kështu perfekte, kur flasin për njërin, kur flasin për tjetrin. Flasin për të dy, flasin kundra gjithë klasës politike. Janë, thonë ata që këna kanë qeverisë për 36 vjetë, me ata e kanë. Sështë e kanë me njërin apo me tjetrin specifikisht. E kanë me të dy bashkë dhe me të gjithë bashkë. Se shkoj me protestu para spakut e para drejtësisë,
se drejtësia thjesht e ka bërë Shqipni kasatan, se nuk ka dhënë drejtësi. Po drejtësin kush e ka bërë mo zotëria, e ka bërë kjo politik drejtësin. Veç në kafe gjera, si ku më stilan gjanë pa bërë në këtë të. Hajtë një po. Faleminderit zotëri për telefonatën, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Gazetar, kisha disa probleme, e ju lutem mos ndërprisni. E para është Edi Rama dhe u paraqit në Malqinë e Madhe. Në thes, jo në Malqinë e Madhe. Abdigjon. Po? Dhe i poshnoj për zdyti thesin, Malqinë e Madhe. Njerë shkoj u prishi, tani po i merë me të mirë. Kjo është një poshtërmi 2 dhe mbjen keq që banorët e thesit kanë pas bë një kuvend dhe kanë pas vendos dishka dhe pas kanë vdes si duket burat e thesit e Malqisë Madhe. Po të njëjtën punë bëni edhe në gjatë fushatës elektorale në Dibër duke i qytë ata Qyryk. Bashkan gjitur me këto, do të thoja që të gjithë emigrantët shqiptarë të cilët u rikthyen dhe morën pjesë në protestë, duke përkrahur protestën edhe në gjithë kryeqytetet e Europës, dëshmon mas miri manipulimin e votës tyre. Dhe akoma sot e kësaj dite nuk është ndëshku krimi elektoral. Dhe e fundit që kisha do thoja në lidhje me deklaratën e ministrës se shtetit serb, e cila poshnoi shqiptarët për zdyti mbasi në referendumin e bërë në parlamentin shqiptar, pra e që referendum për të dënuar gjenocidin serb, nuk u votua nga mazhoranca aktuale. Dhe sot, i vllai Vučićit, i cili nuk miraton një referendum ose një not proteste karshi Serbisë, do të thotë që është pro me te për zhdukin etnike. Dhe kjo e dëshmon mas miri pastrimi etnik që po bën shqiptarëve dhe plus asaj po i zhduk edhe nga geografia fare duke u shit tokën e tyre pronarëve. Pra duhet ishte edhe duhet mlidhet parlamenti për ta shpallë non grata kryeministin aktual. E jo, ajo e meriton, po edhe Blajnë e Vučićit duhet ta shpallin non grata shqiptare. E qartë zotëri, unë të falenderoj për telefonatën, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish pas pak me të tjera telefonatën në studio, publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, edhe në këtë pjesë të tretë do të presim telefonatat e qytetarëve. Numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran, prej këtij momenti është i hapur. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Allah, më mbjet çuditme këta njerëz, nuk e di. Sa të shkojmë ne me këtë lloj mendimi, ku të gjon 50 vjet ngelen me Veroxhën për çfarë duhet vdekje fashizmit të e popullit, vdekje fashizmit, rroften Veroxha, po valla ku do ndrojmë menin aty zotëri. Po çfarë po thumë valla, çfarë të thonë që Edi Rama ka bërë punë, çka ngatrojnë jo, po zotëri, a e din ti më zotëri që populli po vu për çapën e Bugës. Se tha dhe ajo zonja në Shkodra dje, një lokalit plot, po mirë më në akord të në lokalit plot. Dhe akord me janë. Po qa rrit tjetëri 3 orë me i kafe në lokal, nuk s'ka ku me shku, s'ka që me bo. Nuk ka të bojë ajo që për rrit tjetëri për i kafe, aty rrit 3 orë. Qa baka nëmë në mollë i në lokalit, la qohë legu në mollë. Jo më dha jo, se rrit tjetëri se ka stres, ka hap. O zotri, e ke parë o zotri në Angli, që një ishte minister, ditë u qotën 5 mjesit, që ikte për punë me të tramvajin shkotën zyrë. O zotri, për këta
këta gallaret tonë këtu në Shqipëri dojnë edhe makinën, dojnë edhe bodyguardin, dojnë telefonat ose të Po mirë, ata s'do ikin me këmbë, o buri dheu, se tram s'ka, s'do ikin me këmbë tani. Ja, në fakt në shua, jo gjinap, si i hajnë kamër. Atletet, këpucët, se sa veshin dhe atlete, nuk iket me atlete. Ja, i kam shrejnë që gjinap më si bojnë pisë. Edhe, e dhe kuptë, zëtëri të në vetit, po deputeti po të merë $10,000, $10,000, logaritit e 120 deputet, me $10,000, e bëjë qikë logarinë të zëtëri. Merë $10,000 në vit, sepse, si gjallë, i merë në vit është ligjë, e kam bërë ligjë ta më burë, që të merë 10,000 për shërbimet shëndetësore, kuptonë? I merë në vit deputeti. Ti si pensionist, ty të merë shpirtin, të jepi 200.000 lekë, 150.000 lekë, edhe shërbimet i ilaçit i merë të skadu, me merë alëci. A kuptonë ti zëtëri ku jenë në? Ka që zëtëri flisni të manë rini me kontakt, më sëtëroni shumë. Të keni përshku pastaj, zë me dhamet e tjetën, e dio falinderoj e ka lopë shumë mirë. Mirë, zotëri, faleminderit dhe juve për telefonatën, gjithë mirat gjithashtu, presimi tjetër telefonat në studio, mirë mëngjes, përshëndetje. Lutem uli zërin televizorit. Mirë mëngjes. Përshëndetje, zotëri. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Lutem vetëm uli zërin televizorit, sepse interferon kthehet zëri mbrapsht që nuk merremi vesh fare. Po. Faleminderit. Si s'ka turpa i gjatë, por gjithë ky popull kundra. Si nuk i vjen zor. Po si nuk i vjen, duhet tik natën, jo ti mos ta shohim, na vëmë syt kur e shohim. Ai vetë atje ke paketa maleve, ça kërkon me 5 punojës bashkisë me atë kryetarin e bashkisë atë hajdutin. Po tani kur e priten ata qytetarët atje të thethit? Pa ça qytetarë ai merr me vete njerëz ku shkon, më kujt tregon se dim ne ç'a bën ai. Atur po vëlla, po duhet zhduket të dy ai plakushi tjetër ande vatan. Faleminderit që më gjut pa i qeka pler, nuk e ndjoha këtë popull ai. Po. Shumë faleminderit. Ju jeni të shumë të nderuar. Ti Osman Stafa, disa gazetarë të ri, jeni të mrekullueshëm, ju urojmë shëndet gjithë mirë. Shumë faleminderit zotëri, gjithë mirë dhe juve. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Sa të qeshet kur ta shajra? Mua më qeshet gjithmonë, zonjë, unë jam gjithmonë i qeshur, po do ta dish ti, sepse dua ta nis ditën me energji të mira. Edhe kur shajnë Berishën, edhe kur shajnë Ramën, sepse unë nuk ndikohem nga. Po, jo se nga ndikohesh, se nga i merr lekët ti. Paha nga i marrë legët, pa gjeje qiko, zonjë. Këmë mbu shonde. Po në thuaj më, zonjë, nga i marrë legët. E prap nuk e hedhë lafin, nuk i jep, nuk i shkon deri në fund. Presimi tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Në përmes ti programit, po, do të përshëndes shërik të e thethit. Jo, kështu të lutem. Do që përmes shërik të thethit, zoti jo voft hise një kriminal si dhe Romen bashkë me bon bot midis aty në kur janë që e mojt dje. Me të vërtet, e patëm një shërik dipërs, me shokërin, me po i shanë gjithë kështu, jo kështu, zotëri. E patëm dhe shërik të kuksit, me bicin, pa vrek fore. Tash ka shku në Shkodër e në thef, dhe pranojnë këtë kryek gulshedhe, këtë kriminal, këtë faqës dhimarët popullin shqiptar. Dhe a dënë me ditë dhe disa krevi, se me të vërtet jena popull i pa denitet, jena popull. Aja të disë me shpejtu më se e thote, din që që ka bo. Aja të disë me shpejtu që me hek në voqa vërtat, atë birë kriminalit mërë, atë faqës dhimër. Aja të disë me shu pesë, po s'ka demonstrusë në Shqipëri. Sa të donin ata demonstrusë, të mbanë shëtitja në përbonevate, e bëjnë të sfotime, të lifarnjë të zinë që aplasën, masanaj në bëjnë gjiro në përgjiron, a i të bëjnë freske të usalë me popullin shqiptar. Pa ka që merë më të mëllë, me e pranu Shkodra, me e pranu Kuksi, me e pranu Dibra, me e pranu Veriu, se me e jugu ashtë të tjerë me komunizm, ashtë mërë me vlore,
A di që ka 83 kriminele në parlament? Ti pas një gjithë mirë që i shanë të gjithë, nuk është se bën ndarje veri jug, i shanë të gjithë, kështu që, okej. O pleve, o ty të mos atikën thash për në ki nevoj, se do t'ja gjojmë pojnë edhe prapë për menaj, po, e ka borë Shqipëria kjo, aja të desh me shpejtumër, aja me vizite që ka borë, thash, a të desh me thonë popët, o, dhehni mërë se jam, aty ku ka venën mërë, po s'ka mërë në gjavë në rëfte me mjashtë sharavitat syrë, sjelbën, e me zihë ka thua që adhet mërë, ka morë pare se i ka gjithë për botë, tash 2-3 vjetë, edhe tash dhe me shku, me një vestajnë politikë, masit a shkaravitën mirë Shqipëri. A ka popull shqiptarë me tash zhukën këtë mosër, këtë mazëra njëri mërë. O më sjerë më se janë si partijë socialiste e këtije ati mërë. Ashtë një kriminel mërë një unë njëri, si nuk e shënë popull shqiptarë, po nuk e di. Kur ju me shëjtë një që të të dy, e të përmen aty, që dhe shku ka bon Shqipëri, po kjo ka sjerë Shqipërinë mërë. Po kjo ka vini e ma sjerë bërë në Shqipërinë mërë. Po kjo nuk e di të nga për jore mërë që të tyre e. Kjo kriminel mërë. Kjo ka dytë mërë. Kjo me, se unë në të vërtet jam televizor të në vëzdu, po popull shqiptar, ata si e dun. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën, presimi tjetër telefonat, i lutem bini korrekt edikisht. Mirë mëngjes, përshëndetje zotëri. Unë do të flas për shokun Rama. Po ti fol për çfarë duash? Shoku Rama. Po lavdrohet nga këto verjort, që polën një dy, edhe mirë e bojnë e kuptoti. Po. Kanë më në leka në shanë në gjoj, kanë rrejt për i punë këlla mëjsha. Po ka që e vlerësojnë më zotëri. Zduhet pa e zhukuar njerëzit. I falë që a i stru kanë, e kuptoti? Po do të thëmë vedëm kaq. Që këj popull është në rreziku më të madh sot. Më shtesin protestuesit. Nesër është vonë. Po ju them se çfarë ju bë Rama. Ju ka vjell, ju ka pushnu, ju ka kurnu, ju ka dal pa brek, ju ka pushru duke ju thonë smur. Gjitha çfarë ka poshtësia e njeriu. Dhe si mund ta pranosh poshtrimin? Edhe thot qyryk. Thot që dil pa brek edhe me votat. Thot që Zekriu atje bën seks edhe me votat. Thot e tjeri bën seks oral në kukse me votat. Ka që i poshtrumë është ky popull? Ka që i poshtrumë është ky popull? A keni dignitet? A keni fëmijë më zotni? A keni vëllezër e motra? A keni adoleshent? A keni bebusha që vlulëzojnë? Menoni sot për ata, se nesër është vonë, se Rama nuk është vetëm. Rama është me gjithë vëllësirat me bashkimin e qelësirave që i boni. A e kupton ky popull? Unë them kaq. Kush e don pak flamurin? Kush e don pak emrin atë dhe? Kush e don emrin me mëdhe? Kush e don dignitetin e vet? Kush don dignitetin e familjes? Duhet se s'bën protest. Nesër është vonë, po ju lajmëroj. Ju e kam thënë që në 2016 që virusin Shqipëri është Edi Rama, është kriminel gjak ftoft, është ndërsirë, është plerë, është njeriu më i zgjenuar në botë. A e kuptoni? Është njeriu më i urrym Shqipëri mas Enver Hoxhës. Kush janë ato 5 petranazhi si duke sikur janë shumë? Po them edhe kaq. Çana të verjor. Ishte Rama kur në 97 i tha Çeçen. Masane i tha Malok. Masane i tha Shkellar. Turp t'ken. Dhe një verjor që ka pushtet. Ku është Namik Dokle? Ku është në Sergjisi? Ku janë tjerët? A i ka shkel me kam. A e kupton që është një smur psikik. A e kupton që është një impotent mendimin politik. A është një prerë e pari ciklushme. A është një ndërsirë. Keshar, a shumë dhe të ri, mendoj që duhet të mbyllim. E këtë të pruar. E mbyllim. Faleminderit për telefonatën. Presimi tjetër telefonatën në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje, Kevi. Përshëndetje, zotëri.
Tani, jo ple, Rama, po do ta qenë në koshin e plerave, i se ciluru Shqipëria nga pastërtia. E një arrogant, një krimineli, i cili nuk ka shë faqe. Që në vend që të prononcohet, në vend që të ullet arroganti, do të ullet arroganti, para kësaj proteste madhështore, të tregohet se kur sho, e përsa i përket asaj paketës madhëve që ka vajtë për fes atje, ka vajtë për qef atje në fes, se për qef bleu koncertin e atje. Se Dirama bërë gjithmonë show. Ajo paketa madhëve për mua është ligji xhunglës, që të zbukuroj malë për Cifazani dhe pjesën e madhe e merë Luani, e merë oligarku, e merë qof largu, nuk fiton gjo malësori. Pra, Rama i ka ditët të numërura. Unë i bëjthirje dhe më vjen keq nesër protestat para parlamentit, apo jo? Çfarë ore fillim? Do më thënë, çfarë ore organizohet protesta? Pas njoftimit mblidhen në orën 8:30 zotëri, që në orën 8:30 mblidhen. Ndoshta fillimisht të sheshje shkojnë drejtim të parlamentit, rreth orës 9 shkohet drejt parlamentit. Nesër duhet të mlidhet i gjithë dhe unë do vitë nesër atje, të mlidhet si deri dhe lisit, të mlidhet ku janë e kus janë, sepse ata do marri pushimet edhe të vikin. Por ti ki nesër nga sëtë këmbët, edhe mos i pafshim aty, përnaj i gjithë populli shqiptarë, edhe më vjen keq edhe unë që flasë, këpoj ljesi, nuk kam marrë në protest. Se kur vjen patrioti i sakrificës nga Presheva, e proteston në Tiranë, edhe mos vim ne, kjo nuk na falet. Ju respektojmë edhe ju vleshëm. Faleminderit për telefonatën, gjithë mirat, në fakt për nesër ka njoftuar edhe nga rrethet që do vinë të organizuar në drejtim të parlamentit, që në orën 8:30. Presim i tjetër telefonat ndërkohë. Mirë mëngjes, përshëndetje. Në linja, gjithsesi janë disa telefonata në pritje, i themi mirë mëngjes dikuj tjetër. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, mos na ndërprit telefonit, lutem. Po, zotëri. Desha të flasë në lidhje me problemin e këtit banditit, kryeministit e Dirama. Kjo paketa maleve, ky s'po pyet njeri, po i sfidon të gjithë. Ky po vepron si mas dëshirës ti, se kur ta ketë pronë e ti Shqipërinë, por nuk shoh reagim nga institucionet, nuk shoh reagim nga opozita, nuk shoh reagim, nuk e di tash, nëse ky spaku shërben dhe shohim se si grabiten tokat e shqiptarëve dhe shiten për ero, më kupton drejt, çmimi skrapi do të them, është një talli, është një fyri që i bëhet këtij kombi. Dhe po ta blesh sot në treg çmimin e tokës, nuk e di se sa shkon me vjet, ta blej një qytetari thjesht këtu në Tiranë është gati 1.000 euro, 500 euro, ai thot 1 euro. Dhe 1 euro i blejnë për vete dhe i bëjnë me trapazligjit e tyre me tokat, me gjakun e shqiptarëve, me gjakun atyre që kanë derdhë këtu për këtë tokë, për mbrojtjen e këtij territorit. Prandaj i them të gjithë shqiptarëve kudo që janë në përbot, shqiptarëve të Maqedonisë, të Kosovës, të Çamërisë, të ngrihemi. Ai bregdet, këto malet janë Shqipërisë, janë të gjithë dhe neve në miqet. Prandaj të ngrihemi dhe të protestojmë, ta largojmë këtë të keqe të madhe që i ka zonë komi shqiptar. Këto kisha, faleminderit. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Të lutem uli zëri televizorit. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi pasha, mirë mëngjesi. Përshëndetje zotëri. Si të ka, mirë. Jemi shumë mirë, juve si jeni andej? Mirë, që kloni pa parë më brëmë, që kërë që ndaloj se do të kësha këtyrë, do të kësha bërë kama me fare. Ua. Për që të balit. Po pati dëme. Po ka edhe janë vrare, janë bërë, ka qena Saranda e tu e, por komplet janë shru në spital, s'ke gjendja shumë. Ua. Asra shi alë gjë. E thau e bëri tere. Po darë zoti sa më letë. Po.
dua të them ja dy fjalë. Ore, këta qeve atë gjitha i parlament atje, besojnë në Zot ata, ore, besojnë në Zot apo jo. Po vajtën 50 ditë duke ta të shkretët njërës në pikë të vapës. Në pikë të vapës, ore, dhe posh janë në bakë të nënës. Po qarë bëjnë, ore, po sikur edhe luantë ishin, edhe kakës ishin, do mendoni për këtë popull, gjuna. Po nuk u vjen kjo sikur të dilte fëmija i ti, fëmija i tyre të dilte atje. Po 50 ditë, nuk po reagojnë fare dy partit. Fare, flasin vetëm për interes të tyre, flasin në parlament. Po i dëgjoj me vëmendje unë. Nuk kam folur një, do me thënë të thonë që, ore ka bukë ky popull, ore si vetë ky popull atje pa bukë, pa ujë, pa gjëfare. Por qa bëjnë, besojnë në Zot, ore? Po ajër në kone e Berorës se s'kishte, nuk ishte kisha xhami. U janë bërë kisha xhami plotani. Besojnë, po qëna shumë kriminella, po ta them me sinqeritet. 50 ditë shkretët në pikë të vapës, më vjen për të qarë, më vjen keq, më pikëllon mu në zëmër. Gjuna, su faqë këta, do me thënë nuk do të din fare për njerëzimin këtu për poplin. Këta e din poplin këshu, e din këshu. Si pune asa herës që fritë mbrëm. Jo, nuk do të din fare. Nuk reagojnë, ore, të thonë, ore, o popull, po keni shumë të drejtë, do t'i vazhdojnë të komplet të gjitha, me pensione, me të gjitha të më. Po shërë, vetë u bërët milardera, u bërë shejkërën, keni vun një fabrik me para keni vënë. Po gjallë u rabashë, ore, po më rëndërët, ore. Po ndimoni këtë popull, se na ky popull po meri votimet, na ky popull po roni. Po shtur, po nuk e di ku të qarë janë ata. Edhe Kapsha dhe Luani, Tigri, zbutet, e merë, e zbut, nuk ta. Po ta marrë me të mirë. Ne po i marrim me të mirë këta, ore, kemi 36 vjetë duke marrë. O, Zoti madh, o Perëndi. Nuk e di qarë janë oti, ta them me të njerët detë. 36 vjetë kanë folur vetëm për interesin e tyre. Për të popull jo, dje valet e pensionë të nuk 3.000 lek pensioni, 3.000 lek, 3.000 leka bën një shalqi tani Itali, se do bëjmë me 500 shalqiri, po 3.000 leka ore të rritë pensioni ore, ka qish jabullatë të gjofsha të mirën. Shumë falenderi zotëri për telefonatën edhe për pozitivitetin që përcjell gjithë një në studio, unë përshëndes turë gjithë mirat, ne presim i tjetër telefonatë në studio. Mirë mëngjesi. Mëngjesi. Përshëndetje zotëri, urdhëro. Përshëndetje, su vëjt, mirëni. Mirë faleminderit, më thuaj. Dëgjë, peke pak i popull ka për të protestu, jëp një ditë, për muaj, për orë, du të rritë protest. E dyta, ma ka fëty e i gjati si shkonë dhe në fetë, i merë ato, i gjerë ato qakati për pare, dhe të pleshtë të ndim aton, e u thot, a ka fëtyr, a ka dignitet. E ngrit njëni, vetëm njëni, unë ngritë dhe falendere kriministrin, falendere këtë, për këtë, pa ka ki popull, si pune, ki popull, do ki vetëm drunin mra pa koke dhe. Po i dha me drun është regull, po si ra me drun, ki popull o bë si dele, ki popull o si pune që banit kër i shonë vend, e nuk thot, shkoni i frut pa kësha rrugë, hesë dhe nuk ti. O, du të më ngritë, më zgju i mathi i vogël, se një, bët drejtor. E emron e gjati, e për mbrenda 4 vjetëve e ka shpi, ka vila, unë gjithë jetër, 20 vjetë punë kam, akoma një shpi me zike kam, jo gjithë tjetër. Po këta ka bërë, ka që më të zëtë se na janë këto për 4 vjetë, nga dhe bala o bërë si me qenë për kushi jeti kuvendit, si nuk durohet, dhe bën karagjoz lege, bën si skeshe, bën tot kënë, o popës jo, ngreu. Bravo që fjo 24-ës, se vetëm ju, çdo gjë, po gjithë kanalet tjera, po ti ndjekesh aty 5 minuta, 10 minuta, 5 minuta, 10 minuta, vetëm një 24 e protesta non-stop deri kur po fundoje. Bravo që ty një, ka sa dhe i tjetën, edhe atjes Mastafës. Bravo që juve. Faleminderit shumë. Gjithë mirë dhe juve, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Perëndinja, janë disa telefonata në pritje, presim dikë tjetër. Mirë mëngjes. Përshëndetje.
Urdhëroni. Në rast parë, përshëndes një 24 për pasqyrimin e gjithë protestës gjatë gjithë kohës. Faleminderit shumë zotëri. Për zemërsisht e përshëndes. Faleminderit shumë. Dhe me thënë një stacion i pa anshëm. Së dyti, do të lutë ka shumë dhe partnerin e familjes. Të gjithë ata që në kundra protestës. Mbylla telefon, mos u merr me tama. Ja si dole i 97 i fabrikave, uzinave, kundra protestës dhe përshëndetje ata që isha kundra protestës. Këto janë edhe një herë, se ti e din mirë, u va kupton gjuhën, janë social komunistët të rrezikshëm të sistemit. Tani demokracia i ka të gjithë brenda zotëri. Kurdo? Demokracia i ka të gjithë brenda, edhe të gjitha qasjet. Patjetër, por refereni stop. Merre atë selvi që thot ai, për telefonuzë stop. Bylla aty që nuk merrem me të to para më në qafne. Këto patronazistë të rrezikshëm. Njerëzit duhet kuptojnë se si veprojnë e si mendojnë dhe të tjerët. Prandaj edhe i lëm të gjithë që të flasin për të njohur njëri tjetrin, edhe për të kuptuar njëri tjetrin, dhe për të kuptuar nëse ka logjik në atë argumentim që bëjnë apo jo. Po ku të bëjë këtë diferencim tani? Tani, ka njerëz që deshifrojnë, ka njerëz që se deshifrojnë dot, por gjithsesi unë mendoj që të gjithë duhet të thonë mendimin e tyre. Po mirë, edhe një herë falenderim për një Shumë faleminderit. Përshëndes zotëri, gjithë mirë gjithashtu. Me këtë telefonatë mbyllim, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak sërish me motin dhe trafikun.